Mbledhja e Këshillit Bashkiak nisi sot në orën 13 dhe vazhdoi sipas rendit të ditës. Disa nga pikat kryesore ishin miratimi deri në 6% i fondit të kushtëzuar për bllokndihmën ekonomike për familjet në nevojë, ndryshimet në VKB-n në numër 121 për pagat e punojësve të bashkisë, institucioneve në varësi dhe njësive administrative, vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të ardhurave të bashkisë, miratimi i dhënies së ndihmës financiare për disa qytetar, banesat e të cilëve janë ndjekur nga zjarri e të tjerë. Pati diskutime lidhur me konfliktin që banorët e Imshtës kanë me një person që disponon dokumente pronësie për tokën brenda argjinaturës së lumit, të cilën ata e punojnë prej 30 vitesh. Kryetari i grupit të anëtarëve opozitar të Këshillit Klement Çela kërkoi nga kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa sqarimin e kësaj situate problematike. E kam ndjekur, kam parë që edhe kryetaria ka marrë kontakt me banorët lidhur me problematikën që kanë ata për sa i përket pronës dhe pronave të tyre atje. Do të doja një përshkrim të situatës nga kryetarja për sa i përket zgjidhjes së problemit atyre banorëve, zgjidhjes ligjore, pa diskutim. Çfarë do të bëhet me ata banorë atje? Bëhet fjalë për një tokë e cila me sa më shtën dhe me sa kam parë kalim të ligjin, sipas edhe tyre po bëhet një padrejtësi. Banorët dhe në takimin që unë kisha me ta, pretendojnë që zotrinjt i kanë të falsifikuara dokumentat, për të cilën ata pretendojnë që ka një kallëzim penal nga ana e deputetit që ka mbuluar zonën në atë periudhë, Erion Braçe, dhe po vazhdohet një procedurë hetimore nga ana e prokurorisë Fier për të parë nëse dokumentat e pronësisë apo historiku i marrjes së certifikatës së pronësisë është e rregullt apo jo. Ndërkohë dhe ne nga ana jonë për të marrë një informacion të qartë për qytetarët, jemi drejtuar hipotekës me një kërkesë për të na vënë në dispozicion procedurat me aq sa na lejojnë ligji që hipotekat na informoj për historikun e kësaj prone. Gjithashtu u diskutua jashtë rendit të ditës puna për lirimin e hapësirave publike. Si po vazhdojnë punët për hapësirat e publike, për lirimin e hapësirave publike? Të djemë. Po ndërhyet fillimisht në zonat që ne po investojmë dhe më pas në zonat që kemi pas ankesa në portalin hapësira publike. Në fund të mbledhjes u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës.